do ishte më e udhës, po dalë ke buxheti më e sinqert, që ky buxheti që na keni sjell sot kishte dhe nën titullin Manual praktik për diskriminimin e veriut, sepse i tillë është një buxhet diskriminues. Në të mungojnë kërkesat kryesore të kësaj zone, mungojnë akset kryesore, Milot Baldren, që i keni hedhur në kalendat greke, sikurse segmente të tjera jetike, dhe neglizhohet çdo kujdes për bujqësinë, shëndetësinë, për digat, për përmbytjet, për arsimin, sepse në atë mentalitetin tuaj, veriu është armiku, veriu është PD-ja dhe duhet të sulmuar. Jo më kot sot, Universiteti i Shkodrës, këtu ka përfaqësues të Shkodrës, që është poli i dijes veriut, është universiteti që ka infrastrukturën më të shkatruar për të vënë duart në kokë kur e kam parë. Dhe ju nuk çoni atje asnjë lek investim për t'i ngritur këto godina në atë imazhin që meritojnë, por e keni lënë Shkodrën krejt pas dore. Dhe në kontrast me këtë, veriun e doni shumë, po, e doni për pasuritë e tij, sepse jeni sulur me gjitha format dhe me gjitha mënyrat. Dhe në qoftë se unë do përpiqesha të gjeja për kufizimin e sjelljes Ramës dhe sjelljes tuaj, qeveritarëve tuaj, ndaj veriut, do merrja padyshim atë thënien lapidare të Don Vlashit në rastin e Thetit, që qartazi ju përcaktoi, i joshën, dëgjoni me vëmendje, i rrejtën, i blenën, i shfrytzunen, i vjelën për nga ana monetare dhe në fund i hodhën, i tradhtun, i dogjën, i shkatrun, do t'i gjobisin dhe do t'i burgosin. Paka shumë kjo frazë therse ju përkufizon dhe ju, sot ministra, dhe sjelljen tuaj, madje dhe këtë buxhetin tuaj. Patjetër që të gjithë këto para, të gjithë këto premtime, për çfarë do i përdorni? Po, do t'i mashtroni sërish, do t'i joshni sërish, dhe në fund fare do t'i blini sërish, siç keni barë në çdo situatë zgjedhore dhe siç do bëni dhe do bani përsëri, sepse kjo është metodika juaj.